Si Diana Ujka, punonjëse në Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Historike në Shkodër, ka dhuruar për nxënësit e klasave të para botimin e saj shumë domethënës për këtë moshë, të titulluar Skicuara, udhëtim me ngjyra në Shkodër. Në bashkëpunim me Bibliotekën Zoja e Shkodrës, pranë famullisë Shën Shtjefni, vogulueshve ju dhanë ushtrime për ngjyrosjen nga skicat e këtij libri, të cilat duhet i plotësonin sipas numrave. Objektet e përfshira në libër i përkasin rajonit të Shkodrës dhe janë vizatuar në mënyrë të tillë që të nxisin fantazinë e fëmijëve për ngjyrosjen dhe identifikimin e tyre. Është një libër që është punu me shumë dashuri për me shërby fëmijëve që me njoft trashëgiminë kulturore të vendit të tyre që në moshë të hershme, që në veçli. Me anë të ngjyrave, të lojës, të imagjinatës. Ka 15 punime të ndryshme skica të monumenteve të ndryshme, si që janë ura, banesa historike, muze e tjerë, dhe janë sjellë në formën e skicave edhe fëmijët me anë të numrave ngjyrosin monumentin edhe e njohin atë. Kam skicu Bashkinë Shkodër, prefekturën, kineman, urën e Bunës, xhaminë e Plumit e tjerë. Skicuara, udhëtim me ngjyra në Shkodër, është projektuar nga autoria që të shpërndahet për sa më shumë nxënës të klasave të para në shkollat e Shkodrës, pasi përbën një libër të nevojshëm për edukimin e kësaj moshe me vlera të rëndësishme arkitekturore dhe historike që mbartin objektet e shumta në rajonin e Shkodrës.